Mbrëm zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personat GD, 56 vjeçar nga fshati Gajre Tetovës dhe LD, 52 vjeç nga Tetova, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm të 39 vjeçarës ZJ nga Gjepçishti i Tetovës, se me dhunë e kanë futur djalin e saj të mitur në automjetin e tyre të pasagerëve BMW X5 dhe e kanë sulmuar fizikisht duke përdorur një send metalik. Sipas denoncimit, pasi ka arritur tu ik, GD ka nxjerr armën dhe e ka kërcënuar të miturin. Ata janë denoncuar nga BSH 24 vjeç nga Tetova se e kanë futur me forcë të njëjtën vetur kundër dëshirës së tij. E kanë sulmuar fizikisht dhe i kanë kërkuar të identifikojë dy persona që dyshohet se i kanë marrë para vajzës GD. Ata po mbahen në stacion të policisë dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të ngrihen kallëzimet përkatëse. Dje në ora 16:30 në stacionin policor Tetov, AAZ, 33 vjeç nga Tetova, ka raportuar se rreth orës 15:30 në rrugën Orçe Nikolov në Tetov, për shkak të keqkuptimit të lidhur me automjetin e parkuar, personi GT nga Tetova është sjell në mënyrë agresive ndaj saj dhe ka kërcënuar, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Mbrëm në ora 22:25 në sektorin për punë të brendshme Tetov, personi BA, 51 vjeç nga fshati Bogovin e Tetovës, ka raportuar se shtëpia e tij në fshatin Bogovin është kapluar nga zjarri. Zjarri është shuar nga Njësia Territoriale e Zjarfikjes së Tetovës, ndërsa në tentativë për të intervenuar në shuarjen e zjarrit, pronari është rrezikuar dhe ka pësuar lëndime trupore, të cilat janë konstatuar në Spitalin Klinik të Tetovës. Ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov ka kryer kontroll në vendin e ngjarjes. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontroll i intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 38 drejtues mjetesh për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, nga të cilët 22 janë marrë me automjetin special me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 66 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion.